Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, që në ka bë hisetar të Islamit, feje pranuar të Zoti. Allahun e falenderojmë dhe hamdi i takon madhnisë Allahut që na ka zgjedh neve me ardhë në këtë ditë të gjuma, ditë e veçantë, mi bën sejdë Allahut dhe me lutë Zotin në këtë ditë të faljes. Allahu na fal ya Rabbel Alamin. Salat dhe selame i dërgoj Muhammed Mustafa alayhi salam, që Allahu e qoj kompletim të shariatit, dritë dhe udhërrëfyes të njerëzimit. I qojmë salavat e Muhammedit alayhi salam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e Kiametit. Besimtarët nderuar, nga shumë porosi në Kur'an, me mia ajete në Kur'an, edhe me shumë porosit haditheve të pejgamberit alayhi salam, sot në mesin ton, në këtë ditë të veçantë, do t'i gjejmë 6 këshilla të veçanta, 6 këshilla shumë të veçanta, se askush prej neve nuk e don shkatrimin, e as vujtjen, e as trishtimin, e as mjerimin. Krejt ibadetet janë shpëtim për njeriun, po ka prioritete në ibadet. Prandaj nuk shkon ham i trishtum, ham i mjer, ham i shkatrum, dhe nëse në zemrën e njeriu të ekzistojnë këto lloje të ibadetit apo adhurimit. E para, mjerimi nuk mund me gjetë vend dhe shkatrimi në zemrën e një muslimanit prej djemve të ri që është ndoshta në mesin ton, e ai i cili nderon dhe i respekton prindërit. Ma në men, Allahu e largon trishtimin, mjerimin, shkatrimin e zemrës të të riut, ai i cili e respekton prindin e tij në emër të Zotit, se e ka obligim me respektu prindin, Allahu kam ja largu atina shkatrimin, trishtimin nga zemra e tij. Ndërsa njerëzit që nuk i respektojnë prindrit e tyre, nuk i bajnë respekt atyre, Allahu atyre do t'ja instalojnë shkatrimin, mjerimin dhe trishtimin në zemrat e tyre. Isa alayhi salam në Kur'anin famlar thot: "Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya." Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nanës time Merjemës, e nuk më ka bërë mu kryelart e as të padëgjushëm. Prandaj ti që nuk e respekton prindin, ti e njëron, e nënçmon dhe ti e kryelart, e Allahi nuk i don kryelartit, e ata do t'jenë të shkatruar në këtë botë dhe në botën tjetër. Der e rahatijës, der e respektit, der e lumturijës, është dera e respektit ndaj prindërve. Nuk bashkohet në zemrën e besimtarit mosjellja e mirë ndaj prindërve dhe rahatia në zemrën e tyre. Prandaj porosia në këtë hutbe: të ri të dashur, sa i keni prindërit gjallë, fiton e mëshirën e Zotit, rahatien, komoditetin, duke i respektuar prindërit, se Allahu na ka urdhëruar për të respektuar dhe nderuar ata. E dyta, Allahu na ka krijuar për me lut Zotin. Prandaj gjuha dhe zemra jon tjetë me kontinuitet të vazhduar në lutjet ndaj madhnisë Allahut. "Wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya." Zakaria alayhis salam i tha: "E me lutjen tënde, me lutjen time ndaj teje, o Allah, jam asnjëherë nuk kam qenë i dëshpëruar." Edhe mas 100 vjetëve, 100 vjet, Zakaria alayhis salam i Allah i dha evlad atij. Kur ai me turp me marrë i çoi durt mihrab, e Allahu ja ngjiti emrin djalit të tij dhe i tha: "Nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya." Po të përgëzojna me një evlad. Ja pranoi Allah i lutjen. Prandaj ne që kemi nevojë lutje të shumta, ti që ki borxhe, ti që ki smut, ti që ki telashe, ti që ki hasëm, lutë Zotin me bindje se Allahu nuk i kthen duat e tua bosh. Prandaj lutja nuk shkon bashkë me trishtimin në zemrën e njeriut. Nuk u trishtu Muhamedi alayhis salam ndaj Abu Jahlit, nuk u trishtu Ibrahimi ndaj Nemrudit, nuk u trishtu Musa ndaj Firaunit, e asna nuk trishtohemi nga askush nëse lidhemi me lutje ndaj madhnisë Allahut. Ai që i lutet Zotit nuk del i zhgënjur asnjëherë, por Allah ja pranon lutjen. E treta, nuk shkon Kurani në zemrën e njeriut, në leximin e tij, në gjuhën e tij, dhe ai mu ka një trishtum.
Ai cili largohet prej Kur'anit jeton në trishtim, në ankth, në mjerim, në shkatrim, në trishtim. Prandaj porosi për mu dhe për ju. Sa më afër Kur'anit, aq më të rahatshëm do t'jeni, aq më shumë komoditet do t'keni, aq më shumë lumturi në këtë botë dhe në ahiret do t'keni. Thot Allahu në Kur'anin famulart: ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa. Ne nuk ta shpallëm Kur'anin ty për më të mundu, po ta kemi dhënë Kur'anin në shumë ajete u rrëfys, rahatlëk, dritë. E prandaj ai që largohet nga Kur'ani do është i shkatruar dhe është kryelart dhe do t'jeti pështruar në dynja dhe në ahiret. Allahu me madhrit ti thot nuk bashkohet udhëzimi dhe shkatrimi në trupin e njerëzit. Ja i udhëzum, ja i shkatrum. Prandaj i udhëzuari nuk mund mu kanë njësoj ma të trishtumin, ma të mjerumin, i cili nuk ban dua, nuk i respekton prindrit dhe nuk lexon Kur'an. Prandaj respekti prindrve, leximi i Kur'anit dhe duaja dhe e katërta udhëzimi është shkak për më dhënë ty rahati në jetën këtë botë dhe në ahiret. Thot Allahu në Kur'anin famulart: "Faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa." E kush i përmbahet udhëzimit, kush e marr rrugën e Zotit, të udhëzimit të Allahut, ai nuk ka për të humbur asnjëherë, as në dynja, edhe nuk do të jetë i dështuar as në ahiret. Allahu na udhëzoft dhe na forcoft në udhëzimin e tij. E pesta, frikë respekti. Mas këtyre adhurimeve vjen friga ndaj madhnisë Allahut. E keqja nuk mundet më të ndodhë në zemrën tënde nëse ti ke respekt ndaj madhnisë Allahut. Se yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. E Allahu thot në Kur'an, do të këshillohet ai që ka frikë, ndërsa do të shmanget më i keqi. Do të shmanget nga kush? Nëse ti nuk ke frikë ndaj madhnisë Allahut, atë do të jesh pjesë të keqes. E prandaj Zoti në Kur'an ka thënë e keqja është pjesë e atyre të cilët nuk kanë respekt ndaj madhnisë Allahut. Dhe e fundit, devotshmëria apo takvalluki: fa andartukum naran taladha. Unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarmin e xhehenemit të ndezur fort, e ajo është për njerëz që nuk kanë frikë Allahun. La yaslaha illa al-ashqa, që aty nuk hyn tjetër kush, pos ata njerëz që kanë të prishur. E lutim Zotin e Madh, o vëllezër të dashur, në këtë ditë të fitneve të mëdha, që Allahu të na bën nga ata që respektojnë prindërit tanë, ya Rabbel Alamin. E lutim Zotin e Madh që neve Allahu të na mundson që ne të bëjmë lutjet sinqerta me bindje se Allah i pranon lutjet tona. E lutim Allahun që Allahu mos na largon prej dritës së tij, dritës së Kur'anit. E lutim Allahun e Madh që Allahu të na forcon ihdina siratal mustaqim, që në çdo recat e lexojmë, Allahu të na forcon në rrugën e udhëzimit. Allahu të na bën nga ata që respektojmë urdhnat e Zotit dhe të pejgamberit, dhe lutim Allahu të na bën nga të devotshmit, se uiddat lil muttaqin, se xheneti është i përgatitur për njerëz të devotshëm. E lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu të na bashkon xhenetul firdaus me Muhammedin alayhis salam. Allahu të na bën nasib shefatin e pejgamberit, duke i quar salavat dhe ndjek rrugën e tij dhe quaj salavat mbi Muhammedin alayhis salam. Thot Allahu në Kur'an: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim.